Midhja që solli fat. Një herë një kohë, në një anije të vjetër në anë të detit, jetonte një çift me emrin Leo edhe Nina. Ata ishin shumë të varfër, por e donin shumë njëri tjetrin. Ëndra e tyre ishte të kishin një fëmijë, sepse ndjenin këtë mungesë edhe ishin duke u plakur. Leua një ditë doli anës detit dhe po mblidhte midhje me macën e tij të quajtur Mia. Mia kishte qëndruar për një moment dhe po shikonte hapitur një midhje të madhe. Dhe i thiri Leos. Leua e pa midhjen dhe e mori në dorë, më pas filloi ta hapte me ngadalë. Aty ishte një vajzë e vogël dhe ëmbël që po flinte rehatshëm. Ai u lumturua pafund kur e pa, dhe kuptoi menjëherë se ëndra e tyre ishte realizuar. E mori me vrap të nxitoi t'ia tregonte Ninës. Ai po thëriste, Nina, Nina, dhe mezi po pristi që t'ia tregonte. Dhe Nina sa po dëgjoi zërin e tij, doli me vrap. Leua i tha asaj që të hapte dorën dhe i vendosi midhjen në dorë duke e hapur me ngadalë. Kur Nina e pa, u gëzua jashtë mase. Ata e morën vajzën dhe sado që ishte shumë e vogël, ndiheshin shumë mirë së bashku me të. Leua i tha Ninës se do t'ia vinin emrin Fatma, sepse ky ishte fati i tyre. Ata i bën një dhomë, një krevat prej drurit të zbukuruar me guaska dhe gur të bukur prej deti, si dhe një dolap të pasuruar me veshje të vogla dhe të bukura. Fatma ishte shumë e dashur me prindrit. Ajo i dëgjonte ata dhe i respektonte jashtëmasër. Por nga ana tjetër, macë Mia në u bë xheloze, se gjithë vëmendja shkoi tek Fatma. Ndaj një ditë mendoi që ta merrte Fatmën dhe ta largonte nga Mia, që ishte shtëpia e tyre, duke e lënë në një vend mjaft të largët. Prindërit u zgjuan në mëngjes dhe nuk u gjetën. Ata u mërzitën shumë dhe nisën të kërkonin, ndërkohë që Mia qëndronte afër zjarrit dhe vrohej pa e prishur terezinë e saj fare. Leua dhe Nina kërkuan në shumë vende, por nuk e gjetën dot. Vajza e vogël, kur u zgjua, e pa veten në një vend të braktisur që nuk e njihte, dhe filloi të qante jashtë mase, sepse ishte një vend i panjohur për atë. Një buf gjumash, që po flinte aty afër pranë një peme, e dëgjoi dhe vajti i tha: "Pse më shqetëson? Unë jam në gjumë." Ajo i tha se ka humbur dhe nuk e di se ku ndodhej. Bufi e pyeti se ku e ka shtëpinë, dhe Fatma i tha: "Unë jetoj te anja e vjetër pushtetit." Po unë atëherë di se ku ndodhet ajo shtëpia jote." Fatma ju lut që ta çonte tek prindërit se ata do të ishin shqetësuar shumë për të. Bufit i erdhi shumë keq dhe ashtu i përgjumur siç ishte, e mori në kurriz për ta çuar. Kur u afruan afër anijes, Fatma pasi në dritare rinte e trishtuar mami Nina. Nina pa që mbi kurrizin e tij ishte vajza e tyre dhe i thiri Leos që të vinte. Ata e morën vajzën, e përshafuan dhe përqanin nga gëzimi. Kurse Macia u mërzit, se kishte frikë se mos Fatma tregonte se i kishte larguar Macia. Por ajo ishte shumë e zgjuar dhe nuk tregoi asgjë. Mia vajti i kërkoi falje Fatmës dhe i tha se u bë xheloze për të, ndaj e mori dhe e largoi. Fatma u tregua shumë se më mirë dhe e fali Macën Mian. Ato u bën shoqe dhe nuk rinin me pa njëra tjetrën as një sekond, as një minutë edhe as një ditë. Të gjithë së bashku tashmë jetuan të lumtur edhe në harmoni.